Partia Socialiste hap fushatën në sheshin Skënderbej me këngë valle nga gjithë trevat, fokusi fjalimit të Edi Ramës antarësimin në Bashkimin Evropian. Pas hapjes së fushatës një ditë më parë, Aleanca për Shqipërinë Madhështore prezanton sot programin. Partia Demokratike shpalos premtimet për qytetarët. Shqipëria pret rritje të numrit të turistëve, por operatorët thonë se industria duhet jetë gati për të përballuar fluksin e indianëve dhe kinezëve. Rriten tensionet në fermën e VIP-ave, konkurrentët i nënshtrohen sfidave të caktuara nga GAI, publiku voton limin si më të preferuarin deri tani. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Partia Socialiste çeli fushatën për zgjedhjet parlamentare nga sheshi Skënderbej. Skuadrat e secilit qark të shoqëruara me këngë dhe valle tradicionale u ngjitën në skenën e improvisuar dhe prezantuan objektivin për 11 majin. Ngjyrat e folklorit nga çdo qark pushtuan sheshin para se kryeministri Edi Rama të niste fjalimin, që siç pritej u dominua nga premtimi për antarësimin në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Në melodinë tradicionale të lautës së Malsis, me 12 yjet e flamurit të BE-s pranë 12 qarqeve të Shqipërisë, zbret në fushë skuadra e Partisë Socialiste për të garuar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Vallën e dasmës së shumë kërkuar me Bashkimin Evropian, Partia Socialiste e nisi me qarkun e Tiranës. Me numri 5 dhe yll në veshje, kryesocialisti Edi Rama u ngjit në skenë mes brohorimave, duke surprizuar të pranishmin me këngën hapëse të fushatës. Në krye të fjalës, kryesocialisti u shpreh se Shqipëria ka një mundësi historike. Dhe vetëm ne dhe askush tjetër kemi ndorë fatin evropian të Shqipërisë. Dhe kemi 30 ditë përpara për t'u lidhur dorë për dorë me çdo shqiptar, me çdo shqiptare që e do zonjën e Shqipërisë në sallonin e Bashkimit Evropian dhe veten e vet qytetar e qytetare të barabartë të Evropës. Duke ironizuar opozitën, Rama tha se Shqipëria nuk duhet të humbas shansin për në BE. Sepse sado komike duket, kjo është e vërteta. Të takosh historinë apo të futesh nën mustaqet e Kujtim Gjuzi. Sipas Ramës, Shqipëria sot s'ka asnjë krahasim me Shqipërinë që do të jetë në 2030. Barazim para ligjit, Rama tha se populli nuk mund ta lërë në dorë të qeverive. Në atë familje, liria individuale e shqiptarëve, të cilën kurse si askush do ta marrë të mirëqen dhe të dhënë një herë mirë, nuk do të vihet më kurrë në diskutim nga asnjë qeveri apo i parë qeverie këtu në Shqipëri, sepse kush hyn në atë shtëpi nuk luan dot më ku kam qefi me qytetarët e vet. Në kërkim të mandatet të 4, Partia Socialiste ka ndërtuar programin e saj elektoral me në fokus antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për këtë arsye, 12 yjet e flamurit të BE-s ishin pozicionuar në shesh duke dhënë të 12 drejtuesve politik të qarqeve mundësinë të adresonin mesazhet e tyre brenda 5 minutave, ashtu siç është edhe numri 5 i PS-s në fletën e votimit. Secili qark i Shqipërisë u prezantua ndryshe, përfshirë element tradicional që i karakterizon. Pasi hapi zyrtarisht fushatën një ditë më parë me mitingun në sheshin Nën Tereza, këtë të shtunë Aleanca për Shqipërinë Madhështore do të prezantojë programin elektoral. Në orën 17, Partia Demokratike dhe aleatët e rreshtuar në koalicion me të si pjesë e Aleancës për Shqipërinë Madhështore do të mblidhen në Pallatin e Kongreseve. Prezantimin e programit elektoral me të cilin do të kërkojë votën e qytetarëve më 11 maj, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e njoftoi në rrjetet sociale. Shtimi i turistëve në Shqipëri e ka vendosur sektorin përballë sfidave të reja. Operatorët thonë se pritet një rritje e ndjeshme e numrit të izraelitëve, por sipas tyre industria e turizmit duhet të bëhet gati për indianët e kinezët.
Në kërkim të rritjes së numrit të turistëve nga viti në vit, Shqipëria nisi në fillim të prillit fluturime direkte me Izraelin. Turistët izraelit kanë qenë tregi i Shqipërisë, nuk arritëm do t'i mbajnë falë politikave stimuluese që bëri Malizi, tani ata po rikthehen. Është një treg interesant dhe shpresojmë që të jetë i qëndrueshëm. Nuk është se janë turistë vetëm për plazh, janë turistë gjithvjetor, edhe është një kontingjent i rëndësishëm për t'i dhënë ngjyrë turizmit në Shqipëri. Ata janë të organizuar, kryesisht vinë me paketat të paguara dhe lëvizin në grup, se kanë dhe probleme sigurie. Gjithashtu, qeveria shqiptare ka hequr vizat me Arabinë Saudite, Katarin, Omanin, Tajlandën dhe Indonezin për të zgjeruar sa më shumë hartën e turistëve që vizitojnë vendin tonë. Duke pas parasysh 38% janë Kosova, që ka ardhur me rënje, krahasim me përpara, sigurisht duke gjetur tregje të reja mas liberalizimit të vizave, dhe kjo kërkon që ne duhet luftojmë fort për gjetur, për të plotësuar turizmin shqiptar me kërkesat e tyre, pasi rinia kërkon modele të reja. Sipas operatorëve turistik, këto janë rrugë që qeveria shqiptare po gjehen për të plotësuar mungesën e turistëve nga Kosova, të cilët braktisën Shqipërinë vitin e shkuar për shkak të liberalizimit të vizave. Ky kontingjent turistësh vinë familjarisht, shpenzojnë, janë turistë që shpenzojnë dhe sot nuk duhet diskutosh asnjë lloj turizmi nga çdo vend që vjen. Ne duhet përgatitemi fort për turizmin indian dhe turizmin kinez. Ka një rritje të shtresës mesme të turistëve nga India që duan të vizitojnë Europën, dhe sigurisht që Shqipërinë e shikojnë si një treg interesant. Paralelisht me rritjen e numrit të turistëve, operatorët turistik kërkojnë edhe shtimin e resorteve dhe hoteleve të mëdha me 5 yje që mund të ofrojnë paketa të plota dhe destinacione të kuruara. Policia zbardhi konfliktin mes disa të rinjve që ndodhi një ditë më parë në Lezhë. Fation Gjini dhe Ervin Nika, sipas policisë, kanë goditur me sende të forta Redian Margjonajn. Ky i fundit më pas, bashkë me 3 shokët e tij, kanë dhunuar Fation Gjinin dhe kanë dëmtuar edhe makinën e tij. Pas konfliktit, policia arrestoi Fation Gjinin dhe Ervin Nikën, ndërsa Redian Margjonaj së bashku me 3 shokët e tij janë shpallur në kërkim. Shkodra ka mirëpritur mjekët anestezist nga Shqipëria dhe vendet e Ballkanit, të cilët kanë diskutuar sfidat e bluzave të bardha. Ata e kanë vënë theksin tek nevoja për hartimin e strategjive me qëllim parandalimin e largimit të mjekëve. Profesionistë të fushës së anestezisë nga Shqipëria dhe rajoni u mblodhën në ditën e anestezisë në Shkodër, me qëllim shkëmbimin e eksperiencave dhe përditësimin në zhvillimet më të fundit në fushën e mjekësisë. Roli anestezistit është rol kyç në operacion, por edhe në ndikje postoperatore të pacientëve. Dhe ne them me plot gojë që Shqipëria renditet pothuajse barabartë me gjitha vendet evropiane, për arsye se të gjitha medikamentet që sot përdoren në botë përdoren edhe në Shqipëri. Edhe teknologjia përdoret sot në Evropë dhe në mbar botën, përdoret edhe në vendin tonë. Edhe pse në raport me specialitetet e tjera, anestezia është një hap përpara, sërish ajo ka sfidat e saj. Kryesori është ajo e largimit të bluzave të bardha, pasi edhe në Europë ka një krizë për mjek anestezist. Anestezia është një shkencë multidisiplinare, ka të bëjë me reanimacionin, ka të bëjë me anestezinë, ka të bëjë me terapinë e dhimbjes, ka të bëjë me elemente të tjerë të rëndësishëm të jetës edhe të shëndetit të njeriut, dhe si e tillë padyshim ka nevojë për aktivitete të tilla të gjëra. Ka një deficit në vendet e Bashkimit Evropian dhe ka një tendencë për të tërhequr anestezistët nga Shqipëria. Ka kolegë anestezistë shqiptar mjaft të mirë që sot punojnë në klinika të vendeve të tjera, punojnë në Itali, punojnë në Gjermani, punojnë në Francë, gjë e cila realisht ka prekur deri në farpike potencialin e anestezisë tonë. Konsolidimi i këtij sektori në vendin tonë u realizua në fundin e viteve 70. Sot në këtë sektor numërohen rreth 200 mjek anestezist dhe reanimator.
Nga kjo e shtunë, qytetarët e Maqedonisë së Veriut dhe ata të Kosovës nuk do të presin më në radhë në pikën kufitare Hani Elezit të Blac. Dy krerët e qeverive, Albin Kurti dhe Hristian Mickovski, kanë inauguruar hapjen e kësaj pike, e cila do të funksionojë vetëm me një kontroll. Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë përuruar sot pikalimin e përbashkët kufitar Hani Elezit Blac në përpjekje për ta lehtësuar lëvizjen e udhëtarëve mes dy vendeve fqinje, duke hequr kontrollin dhe ndalesën e dy fisht. Pika kufitare në Blac është përballur me radhë të gjata në të dy anët për shkak të kontrolleve. Por nga tani, për udhëtarët nga Kosova në Maqedoninë e Veriut dhe Anasjeltas, do të ketë vetëm një ndalesë. Në një fjalim rasti në ceremoninë e përurimit, kryeministri Kurti e ka vlerësuar projektin si të rëndësisë së veçantë për të dyja shtetet. Krijimi i pikave të përbashkëta në vendkalimet kufitare Hani Elezit Blac dhe Globoqic Jazhinc janë më shumë se sa infrastrukturë kufitare. Janë pika të reja bashkëpunimi dhe shërbimi që lidhin edhe më shumë dy shtetet tona dhe forcojnë edhe më tej fqinjësinë tonë të mirë. Na gëzon fakti që tani e tutje, policët tonë do të punojnë krah për krah në të njëjtat hapësira. Kësaj kemi fuqizim të partneritetit dhe bashkëpunimit tonë në fushën e sigurisë. Ka vite që qytetarët tonë nga të dy anët e kufirit e kanë pritur këtë arritje. Pritjet e tyre në të dy anët e kufirit më në fund do të reduktohen. Ndërkohë, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristian Mickovski tha se kjo pikë kufitare, e cila është parë si pengesë më parë, tashmë do të jetë lehtësim dhe bashkëpunim më i fuqishëm mes dy vendeve. Ova ne je samo osuvremenuanje. Një vendim i duhur për lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve ta ndërmjet dy vendeve, një lehtësim për ekonominë e dy vendeve. Tashmë kemi një pikë ndalese, një pikë kontrolli, si dëshmi që kufiri nuk duhet të jetë mur, por duhet të jetë ur bashkëpunimi mes vendeve. Një ur për nga e cila presim të kalojnë me miliona njerëz brenda vitit. Kosova ka 3 pika zyrtare kufitare me Maqedoninë e Veriut, ndërsa kontrolli i përbashkët kufitar do të vlejë në 2 prej tyre, përfshira të Globoqic Jazhinc. Ministritë e brendshme të dy vendeve arritën marrëveshje vitin e kaluar për kontrollet të përbashkëta kufitare. Surprizat, emocionet dhe debatet shoqëruan mbrëmjen e 4 të spektaklit Ferma VIP, të ndarë në 2 grupe, konkurrentët u vendosën përballë sfidës së agait. Ndërkohë publiku votoi Limin si më të preferuarin deri tani. Në më pak se 2 javë, dinamikat e lojës brenda Fermës së VIP-ave kanë marrë një zhvillim të paparashikueshëm. Mbrëmja e 4 të spektaklit solli emocione të forta, debate, surpriza, por dhe shumë sfida. Gëzuar ditëlindjen ku është torta? Faleminderit. Nga studi qendrore, moderatorja Luana Vjollca nisi natën me një urim për ditëlindjen e kryeplakut të këtij edicioni të dytë, Albano Bogdan. Një televotim i hapur që prej ditës së hënë për të zgjedhur fermerin e preferuar të publikut mbajti gjatë në ankth konkurrentët. Publiku ka vendosur fermeri i preferuar që fiton imunitet sonte është Limi. Ishte pikërisht Limi, ai që gjatë këtyre ditëve ka rrëmbyer simpatinë e publikut, duke u zgjedhur kështu fermerin më i votuar dhe duke u shpallur automatikisht imund ndaj votimit për eliminim javën e ardhshme. Ti je kapiten i një skuadre dhe ai përballë teje do të jetë kapiteni tjetër. Kë zgjedh ti për të sfiduar? Më jep një emër. Ndërkohë kryefermeri në fuqi, Andueli, kishte në dorë fatin e sfidës së mbrëmjes. Ai zgjodhi një tjetër kundërshtar që u vendos përballë tij për sfidën. Big Basta nga njëra anë dhe Andueli nga ana tjetër formuan 2 grupet e tyre që do të ishin përballë njëri tjetrit për të zhvilluar lojën. Gar kjo që u fitua nga grupi i Anduelit, teksa automatikisht grupi i Big Bastës i përbër nga Albi, Roni, Nur, Daniela, Alba, Kesi dhe Elinara shkoi në një televotim të hapur deri ditën e hënë për të eliminuar njërin prej tyre. Alba Pollozhani gjithashtu ishte në qendër të debateve gjatë gjithë spektaklit. Fermerja duket se ka trazuar ujërat jo vetëm ndërmjet fermerëve, por edhe opinionistëve. Më normale mi Alba të kapësh i grua me që se i ka ca vite më shumë se ty të kanë gjetë ty në derë. Ndërsa për fakirët e kësaj jave, Big Mamën, Erandin, Elinarën dhe Albën, Agaj u tregua zemër gjerë. Përmes një loje në arenë për të gjetur çelësin e shtëpisë së fakirit, ata mundën të dilnin nga dënimi. Por mbrëmja vijoi gjatë.
një zarf surprizë për Frederikun do të ndryshoj lojën në fermë. Deri të dielën, këngëtari duhet të zbulojë nga një sekret për fermerët, por askush prej tyre nuk duhet të marrë vesh për misionin. Dhe për këtë, Frederik Ndoci do të shpërblehet duke i sjellë në fermë pianon që aq shumë e ka kërkuar. 24 orë në 7 ditë të javës, Ferma VIP vjen për publikun në 2 kanale të dedikuara të platformës String, si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus. Publiku i Elbasanit ka shijuar shfaqjen Çfarë pa kryeshërbëtorja, komedia e ngjitur në sken me regji të Kiço Londos rrëfen pasionet dhe abuzimet me pushtetin. Ka startuar mbrëmjen e të premtes premiere e re e komedisë në teatrin Skampa në Elbasan, Çfarë pa kryeshërbëtorja me regji të Kiço Londos. Aktorët Helidon Fino, Linda Jarani, Angel Hoxha, Mario Elezi, Liviona Liaj sollën nota humori për gati 1 orë gjysmë duke dhuruar të qeshura dhe duar trokitje nga spektatorët të shumt që kishin mbushur sallën e teatrit Skampa. Shfaqja rezonoi mjaft mirë me publikun, emocion, kontakt i parë me publikun, çdo gjë është e kuptueshme edhe e justifikueshme. Shoh në horizont dritë, edhe përsa i përket teatrit Elbasanit, edhe përsa i përket mezurisë të shfaqjes. Një komedi angleze nga Joe Orton e sjellë mjeshtëri nga regjizori Kiço London ka si fabull një punonjës hoteli të përfshirë në intrigat skizofrenike të një psikiatri me një sekretare të zhveshur dhe të fshehur pas perdes së krevatit. Ka qenë një rol jashtëzakonisht i vështirë për mua. Ishte një sfidë shumë e madhe. Në një kohë shumë të shkurtër, mendoj falë dhe ndihmës regjizorit, edhe të aktorëve mendoj se arrita të bëj një figurë të lezetshme. Plot emocione, plot duar trokitje sonde. Morëm atë që prisnim nga kjo punë e madhe, një punë 2 mujore, për një premier të suksesshme në teatrin Skampa të Elbasanit. Komedia sjell pasionet, pritshmëritë romantike, epshet dhe rastet e shpërdorimit të pushtetit të 6 njerëzve. Orkestra e Forcave të Armatosura të Shqipërisë ka interpretuar në skenat franceze duke dhuruar performancë preslënse. Aktiviteti është konsideruar si një hap i rëndësishëm në forcimin e marrëdhënieve kulturore mes 2 vendeve. Orkestra Simfonike e Forcave të Armatosura të Shqipërisë dhe Orkestra e Gardës Republikane Franceze sollën për herë të parë një bashkëpunim të jashtëzakonshëm që kaloi kufit përmes tingujve. Si një pasaport që shkrin kufit nëpërmjet artit, ky event shënoi një hap të ri në lidhjet kulturore dhe artistike mes Shqipërisë dhe Francës. Orkestra Simfonike e Forcave të Armatosura ishte e ftuar e nderit në finalen e konkursit ndërkombëtar të kitarës në Antony të Francës dhe vetëm një ditë më pas në ambientet historike të kishës Église de Val de Grâce në Paris, ku 2 orkestrat dhuruan një performancë të paharrueshme. Në sken, për krah kitaristit të mirënjohur malazez Goran Krivokapić, interpretimi i orkestrës shqiptare rrëmbeu zemrat e publikut dhe solli një mesazh të qartë: arti është gjuhë universale. Ky tur, i cili organizua në bashkëpunim me ambasadën shqiptare në Paris, përfaqësoi një mundësi të shkëlqyer për të promovuar kulturën shqiptare dhe për të forcuar marrëdhëniet kulturore ndërmjet 2 vendeve. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndahemi këtu.